Përshëndetje, unë sot jam në një shtëpi për pastruar dhe po ju tregoj mënyrën më të shpejtë të pastrimit të kësaj derës balkonit. Më ndiqni. Si fillim unë jam në balkon dhe këtu kam dhërën e më. Unë si fillim do të laj këto sepse janë gjithë pluhur. Gjithmonë fillon nga lart poshtë. Tani iku pluri I sitave. Dhe tani do pastroj këtë grillën, si themi na në shqip. Këtë grillën e bëj çdo javë. Dhe shumë e pati, në fillim, kur e kam pastruar me cif dhe e kam fërkuar me sfungjere me cif, e kam zbar, dhe tani e bëj çdo javë, kur vi këtu të pastroj, gjithmonë e bëj vetëm me këtë dhe është shumë e rregull, është shumë e pastër. Ky është pastrimi tani nga përjashta, I grillës. Kur është ujë me presion nuk është shumë e rëndësishme që të rishet dhe ta përkoj, sepse I hikën ai pluri I madh që ka dhe nuk ka nevojë tani trim gjithë ditën atje përkoj shplaj. Dhe tani do ta lej këtë kështu. E lej këtë kështu që thahet sita. Mbasi thahet sita dhe shkon gjithë ujë poshtë, unë ndërkohë bëj dritaren tjetër. Pastaj po unë tani po e bëj për shpejt e shpejt dhe po ju tregoj se si e bëj. Edhe pastrimin e xhamit. Tani grillën do ta pastroj nga brenda me pecet, sepse brenda ka drasa dhe prishet drasa po t'i hedhim shumë ujë. Tani do pastroj xhamin. Te ky ajaksi kam fut ujë feri uthull. Kam marrë këtë në Jumbo, është 2 euro, shumë e mirë, nga një anë ka sfungjë dhe nga një anë tjetër ka këtë për përshirje. Uçuk. E fërkoj mirë. Çuk. Kaç nuk ka shumë rëndësi tani se nuk dë hajm këtu te xhami. Mos rrini gjithë ditën duke pastruar. E bëra dhe shpëlarjen dhe tani vetëm do ta lëshoj utin poshtë edhe kaq mjafton, nuk mund të rrim gjithë ditën tani të pastrojm xhamin se kush e di se çfarë është. Se prap do bëhet pis, prap ka plura. Kështu që s'është e rëndësishme tani të rrim gjithë ditën këtu duke pastruar xhamin, a thotë se ç'a bën. Se kemi dhe punë tjera për të bërë, nuk është vetëm një xham. Tani fillim pastrimin e ujit dhe shoh utin poshtë. Pa. Hop. Kaq ishte, nuk është më lodhshme. Kjo nuk është më mirë, ka dhe më mirë se sa kjo, po këtë kisha këtu ke kjo shtëpia. Përshëndetje.
Ja.